Po flisja me Kullën tani, ndërkohë shoh te protestën pa bërë gjë. Thash mos. Adriatik. Në fakt fabula është kjo. Ledjo sot është ka një fantazit pa parë. Bëm kështu pam, pum ping-pong, po fut njërin pastaj tjetrin pëlqen shumë kjo gjë. Tregon që ka lënd, ka material. Spiropari ose Magyari shqiptar. E kam titulluar këtë fabul. Ti mund të buzëqeshësh, ashtu buzëqesh edhe unë në fillim. Po e di që nuk është dhe kjo çështja jote, po ti si aktor politik që je, një sekondë se vinë mesazhe. është do pësu. Digjo, ti ku, shive që ka thënë, shive që ka shkuar sot Spiropari, ba. Thot, edhe pasaj portalet filluan të luanin që i ka dërguar, që dikush nga qeveria lartë i ka dërguar tatimet. Pra ne ka bërë këtë status. Dhe në fakt në një moment saktuar e lutë kuptohet. Shko shtot. Po më këshillojnë të heshtë. Me të njëjtën mënyrë që përdoret në këto rase, më thonë, rire hatë, mos bëj zë, do të vërsulen, nuk ja del dot. E kuptoj këtë këshill. Është praktike, madje edhe e mençur në një kuptim të ngushtë, mediokër, meskin. Por është pikërisht kjo lloj mençurie që ka ndërtuar klimën ku ndodhemi sot. Dile tamam, do bëj këtë gjë, do e marr tekstin, do ja nis vetes, do ja nis vetes ta lexoj këtu në iPad. Problemi, thot Spiropari, nuk është një individ, një konflikt, një mosvotim në kuvend, apo një keq kuptim brenda pushtetit. Problemi është një model që është instaluar gradualisht dhe që sot funksionon pothuajse pa pengesa. Një model ku institucionet nuk janë më hapësira vendimarrje, por instrumente presioni. Ma lere listën aty në sfond, le që të merret vesh se çfarë po lexoj. Një model ku institucionet nuk janë më hapësira vendimarrje, por instrumente presioni, ku vendimet nuk merren bashkarisht, por veç, ku ligji interpretohet sipas nevojës së momentit dhe jo sipas parimit vizionar. E kam parë nga afër këtë transformim. Nuk është diçka që ndodh në një vendim të vetëm, ndodh me tolerime të vogla, me heshtje të arsyetuara, me ndërhyrje që fillimisht duken të padëmshme dhe më pas kthehen në të rëndësishme deri vendimtare. Vjen koha kur në një moment institucionet fillojnë të funksionojnë si zgjatime të vullnetit të pak njerëzve. Disa ministri dhe agjenci shtetërore nuk reagojnë më ndaj ligjit dhe detyrës, por ndaj urdhrit. Nuk i përgjigjen procedurës, por klanit. Dhe në këtë pikë çdo biznes, çdo media, çdo individ e kupton se nuk është më përballë një shteti, por përballë një makinerie të pashpirt që mund të përdoret kundër tij. Ky është ai pasazhi që ka lënë shumë të kuptohet dhe ka stimuluar shumë portale sot që të avancojnë. Pra i kanë çuar tatimet, që kjo po reagon kështu. Nëse këto mekanizma shkuan Spiropari, përdoren edhe atyre që kanë mbrojtje publike me detyra të larta shtetërore, çfarë ndodh me ata që nuk kanë asnjë zë? Si e bën atë pas thirrën ti? Të pëlqen ajo. Kurse ose Lito që reagon ndërkohë se Lito është operatori që kanë përballur në Shqipëri. Kur struktura shtetërore të emëruara, të promovuara dhe të kontrolluara nga e njëjta dorë, tashmë jo formalet, të paraprira nga portalet paguara me para të errta, këtu ka drejt, fillojnë të sulmojnë në mënyrë brutale deri dhe familjar, në punë të tyre, atëherë kuptohet qartë se kufit janë të kaluar dhe se nuk bëhet më fjalë për politik. Nuk ka asgjë për të fshehur, thot Spiropari. Pikërisht për të arsye këto sulme nuk më trembin. Përkundrazi më bëjnë dhe më të qartë për atë që duhet thënë e duhet bërë. Këtë model kam refuzuar dhe refuzoj, thotë. Ky është modeli që nuk duhet të jetë pjesë e Partisë Socialiste. Refuzimi i realitetit ku institucionet publike me fytyrë personale përdoren si anxhar për friksuar dhe ku mbajtja e ndikimit nuk kërkon performancë etj. Është i gjatë teksti, po unë lexova, po themi, thelbin, e kupton? Pastaj në fund thotë, dhe nëse kjo vazhdon, nuk do të kemi një debat politik po mënyrën si qeveriset vendi, por një mungesë të vrazhë, të shëmtuar dhe formuese të llogaridhënie institucionale. Për mua, kjo nuk është një çështje thjesht personale, thotë, është detyrim që për të thënë se shumë çka duhet të bëjmë më mirë, jo unë, por koha kërkon etj. Pastaj thotë Partia Socialiste ka pas dhe ka energjinë, okay, dakor. Tani, a mund të jetë Spiropari Magyari shqiptar ose Magyari, le ta quajmë si duash, është personazhi i cili i zuri vendin me zgjedhje dhe fitoi goxha mirë, zgjedhjet në Hungari. E para një herë. Cili është komenti jot, Adriatik? E para një herë lista mirë se erdhin atë dhe. Mirë se erdhin atë dhe. Po. E bukur kjo. Sepse po ta lexoja atë shkrim, duket si dikush që nuk ka jetuar në këtë realitet.
Thot ndërreshta që e ka luftuar këtë, po e vërteta është që ka qenë një nga bashkautorët e këtij sistemi. Që do të thotë se duhet i themi si që janë gjërat. Që do të thotë që është vonë për të amnistuar vetveten, po është ende në kohë për të mos lejuar që ajo që kanë ndërtuar bashkë me Edi Rama dhe të tjerë, mos vazhdoj të shkatrojë më këtë vend. Po, pyetja jote? Pse ka që kishe përgjigjen? Kjo që përhyrje. Përhyrje, okej, dakord. Pyetja ime është kjo pra. Gjithsesi, thonë më mirë vonë se kur. Me mira do ishte më mirë shpejt se vonë. Po, zakonisht njerëzit nuk janë më mirë shpejt se vonë, janë zakonisht më mirë vonë se kur. Jo. Në këtë rast, nga 2013 deri tani, Republika e Shqipërisë ka humbur 1 milion banor. Po? Jetësia mesatare, pra mosha mesatare e popullatës nga 32.5 vjeç ka shkuar në 44 vjeç. Ndërkohë në këto vite rezultojnë që rreth 70.000 smur me kancer nuk kanë marrë trajtimin e duhur në kohë dhe sasi me ilaçe, dhe një pjesë e madhe e tyre ka ndruar jetë. Dhe për këtë dhe për shumë arsye të tjera nuk zëvend shpreha më mirë vonë se sa kur. Jo. Pra ti Adriatis, kur të kishe gjë në dorë, një shkop magjik, nuk do e lejoje fare zonjën Sfiropari që të kishte të bënde një katarsis. Jo, këtë nuk e thash. Ajo që po them, unë e thash tjetër gjë. Thash që është vonë për të amnistuar vetveten. Po pse ku është fajtori Risë Sfiropari? Le të kujtojmë që Risë Sfiropari ka qenë thjesht drejtoresh doganash në fillim të në mandatin e parë të Edi Ramës, dhe ka ndonjë nuk e di se sa vite, dhe pastaj ka pas vetëm një funksion si kryetare parlamentit dhe pak kohë ministre e jashtme në fakt. Ashtu? Mendoj unë, flas detyra zyrtare, E ke ndjekur gjyqin e Nurembergut? Ke lexuar për të? Po. Në gjyqin e Nurembergut, të gjithë dolën që nuk dinin gjë për nazizmin. Gjithë zyrtarët e lartë të shtetit, në gjykim, pretendonin që nuk dinin gjë për nazizmin, për makabritetet që kishë bërë nazizmi, për të ligat që kishë shkaktuar. E vërteta është krejt ndryshe. Ishim bashkautor të... Pa man, jo të gjithë të pushkatuan nga gjyqi Nurembergut. Ka pak rëndësi, e vërteta, thëmë. Kështu që në këtë kuptim, ta thash e njerë, është vonë për të amnistuar vetveten, është në kohë për të ndalur dëmet. Kjo është shumë e rëndësishme. Do me është shumë e rëndësishme. Ma elaboron, këtë është do me thëmë, pra. Absolutisht, që do të thotë, çdo ditë që kalon, pa e çmontuar këtë mekanizëm monstruoz që është ndërtuar në Shqipëri... Çka në dorë Elisa, pra? Ka shumë, të thotë vërtetën. Filloj ta thotë, pra. Ashtu shumë mirë, ta thotë, pra. Pra kjo është ky shërbimi më i madh që mund t'i bëj vendit, dhe nëse e bën, atëherë nga vendi merr rrugës diferencimin nga ata të cilët ende po e çojnë përpara atë projekt që është një projekt djallëzor. Ti si mendon Adriatik, e ka seriozisht apo vazhdon të jetë ende e zhgënjur nga fakti që u hoq ashtu në mënyrë, po themi të brutale nga posti i ministres së jashtme? Po kjo ka pak rëndësi. Kot më për bisedë, se... Ajo ka, ma bëre pyetjen se ke vënë një titull atje, se e dëgjoj këtë punën e mund të flasim dhe për Maxharin? Pa tjetër, pra ne kam bërë, po pa tjetër. Shiko... Se pyetja ime, dikush është, ta bëjum këtë dhe pasaj po të lëtë flasë. E vura rrë... Jo, bashkëbisedim ke dritëm, po. Bravo. Në studio televizioni që pash, që bëja zapping, që shifja në YouTube në fakt, vura rrë që shumë pak njerëz thoshin një fakt shumë të thjeshtë, që Maxhari shkret. Nuk është se erdhi, nuk është se fitoj duke qenë brenda partisë Orbanit. Ai fitoj duke në një familje duke blerë një parti, pra duke marrë një parti ekzistuese të vogël. Më kupton dhe pastaj për arsye që ne s'kemi kohë tani dhe informacion shumë që t'i ashtu, erdhi në pushtet, pra, ishte në partinë e Orbanit deri vonë. Bëri atë që bëri me atë videon, me atë përgjimin e gruas. E nxori 3 vjet më mbrapa kur me atë gruaj ishte ndar. Ke parasysh pra, përdori mekanizmat pa para. Por nuk erdhi në parti duke goditur Orbanin nga partia e tij. Si quhet kjo parti Orbani? Aro gjithmonë Fidesz. Ai krijoi një parti tjetër ose mirë bleu një parti tjetër ekzistuese, u bë kryetar. Shiko, ti marrim me radh faktet. Jo, po duhet ta them më shumë e rëndësishme. A është rasti i Hungarisë për të kuptuar se ç'po ndodh? Pra, a mund të krahasojmë rastin e Hungarisë me rastin shqiptar? 4 mandate Orbani atje, 4 mandate zoti Rama këtu. Ta marrim me radh. Fakt, ajo që ka ndodhur në Hungari
tregon një stad të ndryshëm të shoqërisë nga shoqëria jonë. Pra, patjetër, nuk diskutohet, nuk ka krahasim. Ta marrim me radhë se dëgjoj dhe unë këto ditë kam parë dhe... Po pra, është një lëmsh i papar, një amalgam. Po, shkak të angazhimit dhe drejtimit të lëvizjes së tretë në vend, më duhet që ta ndjek gjithë rajonin sa i takon politikës. E dihet ajo. E kemi thënë ato. Po të them diçka që shumica e këtyre që flasin son televizor për rastin hungarez e kanë njohur Maxharin besoj javën e fundit të zgjedhjeve ose ditën që doli rezultati. Sigurisht. Dhe nuk e thonë të vërtetën për publik. Ka disa të vërteta në atë rast që ne duhet i themi. E para, Peter Maxhar ka qenë 14 vjet, nga 16 që qëndroi Orbani në pushtet, 14 vjet ka qenë antar i partisë së tij. Po pra. Ka qenë bashkëpunëtor i afërt i tij. Ka qenë drejtues i disa institucioneve të rëndësishme dhe përfaqësues i Hungarisë në institucione në nivel ndërkombëtar në Bashkimin Evropian. Ka qenë ish bashkëshort i ish ministres të drejtësisë që ka qenë nga njerëzit më të rëndësishëm pranë Orbanit. Madje në kohën në fjalë ka qenë bashkëshort i Po, sigurisht, më shumë njihej si burri i asaj. Dhe ju një gjë tjetër, pjesën e regjistrimit e madh, por përtej asaj. Dhe për ta sqaruar Adriatik, se s'dua të ndërpres. Po. Gabimi i madh nëpër televizionin shqiptare dhe për debatet në studio, dhe është një gabim ose është naivitet, nuk ka mundësi të jetë gjë tjetër, është thjesht budallik. Është se dori ky Maxhari, dori nga partia në pushtet dhe jo nga opozita. Këtu tani po bëhet amalgama dhe po kërkojnë Maxharin në opozitë. Ka diçka tani, shiko ta... S'bëhet ky krahasim. Jo. A je dakord me mua të paktën? Ka një problem në këtë vend. Jo, a je dakord me mua? Jo, nuk jam dakord se bëhet diçka. Në këtë vend, ka një problem shumë të madh. Cili është? Gjithë shoqëria. Po lejem, pse flet për gjithësi? Gjithë intelektualët partë. Konkretisht, po ta shpjegoj. Ku ne shohim disa raste jashtë, i idealizojmë, i hiperbolizojmë, i ngrëm dhe i trajtojmë si kur çfarë ndodh. Dhe i krahasojmë gabimisht. Dhe ne brenda vendit, rastet të ngjashme, nuk do t'i mbështesim kurrë. Këtu, nëse do të kishim një situatë të ngjashme, ku një njeri, bashkëpunëtor i Edi Ramës për 14 vjet, do të vinte, do të garonte, e me radhë, ta mbaroj. Po. Ti jeshe bindur ti që nuk do të alin as të garonte, nuk do merte as votat e lagjes, sepse këtu, dhe unë këte kam heq në kuriz, ti lufton për të drejtën, ti punon për të drejtën, ke 15 vjet në opozit, dhe kur vjen puna i gjithë enturazhi i bandave që kanë marrë peng këtë vend, dikush një monopol, dikush një tjetër, dikush një gazet, dikush një portal, që ushqehen me kockat që pushteti hedh lart e poshtë nga mezi dhe në darkë, hedhin balt, shpifin, mallkojnë, i bëjnë të gjitha, dhe nuk lejojnë që të krijohet frym, nuk lejojnë që të krijohet amalgam. Prapë, në përgjithësi prapë tani. Jo, s'jam në përgjithësi. Po. Ajo që po them... Kush është Maxhari në pushtet tu, molla? Ka Maxhar, është Elisa apo jo? Nuk ka për të ndodhur kështu në Shqipëri dhe nuk ka pse të ndodhë kështu në Shqipëri. Pra, rasti i Hungarisë nuk duhet marrë si shembull, ose po mor të merret tamam, të merret korrekt. Pra, jemi dakord tu. Çka ka ndodhur në Hungari? Dini ju sot në Hungari çka ka ndodhur? Të gjithë deputetët e parlamentit, pra ka ndodhur një gjë jo normale në kuptimin politik, i përkaqësni të djathtës. Nuk ka si deputet të majtë sot në parlamentin hungarez. E di këta apo jo? Fare? Po, sepse të dyja partit që garuan, si Fidezi, si partia e Maxharit, janë partit të djathta. Dhe gjithë elektorati majtë në opozit, votoj këtë parti, thjesht për të larguar atë që kishë marrë peng vendin në gjykimin e tyre. Në një moment, pra shoqëria zgjodhi dikë. Tani, ajo që po flasim është që të vërteta duhen thënë siç janë, dhe të mos i hiperbolizojmë. Del një djalë, të lutem, se e kam shumë të... Por e tyko, ta bëjmë muhabet që më the? Po më dakord e bëjmë. Kush është sot, pra, përveç Elisa Spiroparit, më thuaj, cili është rasti që mund të ngjante teorikisht më shumë Hungarisë? Ti nuk je? Jo, unë se marr. Se ti je në opozit? Unë se marr fare si model, pse duhet jetë ai modeli, nuk duhet. Jo, unë nuk them që është ai modeli. Edi Ramën nuk duhet ta mund një njeri që del nga Partia Socialiste. Po një sekond. Edi Ramën duhet ta mund një njeri, po pra, dhe një grupim që ka bërë opozit në këtë vend, që bën opozit në këtë vend, ose që del dhe bën opozit të re në këtë vend. Po pra, po shiç më thon. Nuk ka rrugë tjetër. Po pra thon, Adriatik, ke të drejtë. Keqja do shkullur me rreth. Po kur del nga partia në pushtet dhe han parti si Maxhari, mund të tërheqet ca banda biznese, interese, ndryshe kur je në opozit, më thon. Unë mendoj... Prandaj po them pra që Elisa Spiropari sot nuk besoj se është vetëm. Unë mendoj që Shqipërisë i duhet jo një ndryshim i leadershipit të një kaste politike e cila e ka marrë peng vendin.
i duhet një ndryshim rrënjësor dhe një rrëzim total i sistemit që ka sjellë Shqipërinë në këtë gjendje. Mund të ikim pa nga duhet dhe të rrim në bisedën tonë të paktën tek mund. Unë këtu jam që të mësoj njerëzit për ndryshimin, nuk jam që të komentoj çfarë Jo, çfarë mund të bëhet, jo çfarë duhet të bëhet. A mund të rrim tek kjo pjesë? Jo, ne do rrim çfarë duhet të bëhet. Është shumë e rëndësishme. Çfarë duhet të bëhet. Po ta bëjmë çfarë mund të them, do ishte më interesante biseda, dhe për ata që na dëgjojnë. Ideja është që ne duhet të jemi çim me këmbë tokë, po them. Me këmbë në tokë, pra. Duhet të flasim si duhet të bëhet. Ti je në gjendje edhe të flasësh çfarë mund të bëhet, si mund të bëhet. Patjetër më mund të flasim, po unë po them. Hajde provojmë njerëz sot bashkë, por se vetëm jemi. Patjetër. Rrim dhe mund sot. Patjetër. Sa që vjen këtu me duhet ke folur. Po patjetër, mos si të duash ti. Këtë po jam duke thënë. Më thuaj. Që të rrim të mund, çfarë mund, si mund, kur mund, pse mund. Më kupton? Jo pse duhet, kur duhet, si duhet. Më thuaj. Atëre, pse mendon ti? Ledio, duhet të bëjmë pra pauzë? Po, kemi dhe një tani, po. Ik Ledio, hajde, dhe kthehemi me Adriatikun. Jemi akoma dhe Magjarin, Ledio. Si shti papar, Ledio, thotë. I bën këto që më thotë mua Arjan, se s'kemi kohë, kupton? Kemi kohë, Ledio, kemi. Pra, dhe më thotë, më shkuajnë të QR kodin, më thotë çani përshëndetje, rasti i Magjarit ne e provuam, thotë, dhe në 2017, më thotë, kur personazhe në PS Rama sapo kishte mbaruar mandatin e parë dhe nuk ishte fuqinë që ka tashmë. Pra, krahasim me Hungarinë se bëjmë dot. Ndaj të njëjtin mendim, ndan të njëjtin mendim Adriatiku? Absolutisht, ndryshimi në Shqipëri, rrëzimi i sistemit, i Edi Ramës dhe ndryshimi i ADO do të vijë nga njerëz të cilët janë jashtë PS-s, thua. Janë jashtë PS-s, janë jashtë klasës aktuale politike, janë njerëz të cilët vinë nga baza, vinë nga njerëzit, janë njerëz të bërvet, njerëz të cilët duhet të sjellin ndryshimin e madh. Shqipëria ka nevojë për një ndryshim të madh epokal brezash. Një tjetër mesazh lidhur me këtë fabull, më thotë, pra mundet, rrimte mundet. Pra mundet që ju bashkë të gjithë, ti Çani dhe ti Tiku, dhe çdo politikan në opozit, po mua pse më fusni njerë, se unë kam thënë s'kam lidhje fare me këtë punë. Dhe çdo politikan në opozit sot të shtyni Spiropani, thotë, të nisi revoltën e brendshme, që ju me të njëjtat votat të merrni mandate, thotë, buni me Spiropanin, mbusheni mendin që të bëhet kryeministre. Pra, tipi që shkruan e ka idenë, do të thënë që ore, iniciativat të tilla duhen mbështetur. Po ne nuk tham asnjë gjë e cila shkon. Ti e mbështet Spiropanin, pra nëse kjo të vazhdojë më tej betejë. Nuk thash asnjë gjë që shkon kundër angazhimit të saj brenda partisë familjes politike që i përket. Unë fola në makro për ADO-n. Flasim pak në mikro? Po. Çfarë mund të bëjë Spiropani brenda kësaj partie? Në këtë fazë që jemi, ti e njeh Partinë Socialiste, nuk është se njeh. Ti e di se funksionojnë gjërat atje, e di se çfarë tentakulësh ka atje. Më thuaj, çfarë mund të bëjë sipas teje, konkretisht? Duhet absolutisht... Jo duhet, çfarë mund të bëjë, Adriatik? Mund të çmontoj skemën e një sistemi monstruoz që është ngritur aty e cila mban pek në vendin. Po, a mendon se duhet të ketë, a mendon se mund të ketë mbështetje brenda? Këtë nuk e di. Ç'ke dëgjuar? Mendoj që Cili mund të jenë faktorët që mendoj që ka një moment që
një pjesë e atyre që nuk kanë vjedhur me ata që sot janë autor të këtij sistemi, duhet të rreshtohen dhe mund të rreshtohen për një ndryshim të madh brenda asaj partie në funksion të atdheut. Në funksion të atdheut. Absolutisht. Absolutisht. Ajo është një anije që ka nisë të marrë ujë, lumë ata që të paktën e kuptojnë që ka nisë të marrë ujë, domethënë. Është një cikël që do mbyllet. Po mbyllet dhe kështu e ka bërë historia në 2500 vite të asaj që njohim ne në politik, pushtetet e gjata, autokracit, vjen një moment që rrëzohen në mënyrë të dhunshme në kuptimin... Po nga brenda rrëzohen, pra, fillimisht. Jo nga kundërshtari jashtë. Em të dhunshme në kuptojnë shëmben. E kuptoj pra. Pa nuk ka një rënje graduale, ka një rënje shëmben. Po, gjithsesi nga brenda fillon. Nuk fillon nga jashtë, je dakord me mua. Edhe nga brenda. Ka disa variante. Ka raste kur përballja e madhe ndodh që rrëzohen nga jashtë, ka raste që rrëzohen nga brenda. Kështu që është e rëndësishme shumë që të gjitha ata që ndodhen dhe janë pjesë e asaj partie dhe që ende kanë një përgjegjësish kombëtare, qytetare, e merat dhe nuk janë dakord me çfarë ka ndodhur, duhet absolutisht distancohen nga ajo që po ndodh. Është një dëm shumë i madh që po i ndodh vendit. Është një sëmundje kancerogjene e cila po i shkakton në Republikën e Shqipërisë dëmin më të madh që prej ekzistencës së saj. Absolutisht po. Është gjë e rëndë i vrasë shpresën një populli. Është fatale. Do të thënë, njerëzit në kohë të vështira mundi të i kalojnë vetëm kur ka shpresë, sepse shpresa për të nesërmen krijon atë besimin që ja vlen vazhdues, edhe pak, me shpirt ndërdhëm. Qartë. Kam vrarë shpresën me çdo metodologji që përdorin, duke larguar rinin, duke mbyllur sistemin, duke blerë këdo del përpara dhe duke dhënë mesazhin që të gjithë kanë një çmim në këtë vend. Pra kanë bërë çdo të ligë që mund të bëhet. Dhe kjo është arsyeja pse unë jam përballë tyre dhe pse nuk dorëzohem në këtë betejë. Absolutisht. Nuk është problemi më i madh hajdutëria e këtyre. Se hajdutërin vjen nesër një qeveri e mirë, e lufton edhe ekonomia rikuperohet. Problemi më i madh që këta i kanë bërë vendit është që i kanë vrarë modelin. I kanë vrarë moralin. Se çfarë është e moralshme në një shoqëri? Ajo që shumica e pranon si të tillë, si normë. Çfarë kanë bërë këta? E kanë kthyer korrupsionin në diçka normale në këtë vend. Është normale, thon këta, dhe veprojnë këta që të bëhet korrupsion. Dhe kjo i ka vrarë moralin kësaj shoqërie. Dhe njëkohësisht i ka vrarë shpresën, sepse duke marrë këdo dhe duke blerë këdo, krijohet perceptimi që të gjithë kanë një çmim, që nuk ja vlen të luftohet, që nuk ja vlen të sakrifikohet, se kur vjen puna që të gjithë të shesin, që të gjithë të tradhtojnë, marrin një copë karrige dhe me atë karrigen që marrin i hedhin të gjitha ëndrat, sakrificat e të gjithë tjerëve në kosht plerave. Si ka mundësi pa për ta mbyllur të çështjen e Spiroparit sot, se ne do merrem me Spiroparin, sepse është një rast shumë interesant fakt. Po çfarë ka Hungaria në kuptimin e, sepse edhe atje ka rivalitet, edhe atje ka thika pas shpine. Nuk është thjesht të mundësh Orbanin që thon kishte një pushtet goxha të madh pas 16 vjetësh në pushtet. Po. Si arrin atje pra si arrin të bëhet, çfarë ka Hungaria që se kemi ne? Ajo që ndodhi në Hungari është që gjitha forcat e majta që ishin në opozit mbështeten një njeri i cili praktikisht ishte i djathtë, një parti djathtë. Çfarë ndodhi? Ndodhi që të gjithë e kuptuan që kjo histori duhet përfundonte duke mbështetur atë që është më i talentuar. Duke mbështetur atë që krijon emocion në popull. Duke mbështetur atë që ka aftësi leadershipi për ta udhëhequr masën dhe për të krijuar karizmën e duhur. Nuk është rasti Spiropani që se kjo është përthem? Ajo që ditë them unë dhe lexova statusin edhe para se të vija këtu, se sigurisht që po normal se po patjetër që bënte lajm, është që ajo që thotë Elisa është e vërteta aty. Por është e vërteta që ka 13 vjet që ndodh në Shqipëri. Të cilën Elisa ndoshta e ndjen vetëm tani që i doli përballë apo që i doli kundër, me sa duket pushtetit absolut të Edi Ramës. Njësoj si Magjari. Tani të lutem. Edhe ai foli që në fillim. Foli 10 vet, foli pas 13 vjetësh. Kjo pas 16 vjetësh fare. Ky është realiteti i shqiptarëve në përditshmëri. Është realiteti i çdo familje që përballet me arrogancën e këtij pushteti. Dhe Elisa ende nuk ka parë aq sa duhet. Sepse ende nuk ka shkuar në spital të përballet me arrogancën e mungesës së ilaçeve. Nuk ka parë sa duhet se ende nuk punon si fermere që të përballet me arrogancën
e institucioneve të bujqësisë të cilat fermerëve që përmbyten nuk u çojnë lekët, u japin djersën. Le t'jo bëhe gati atë videon e tikut, se më pëlqeu shumë me domate dhe me djathtin. Ende Të kam nisur. ende nuk është përballur sa duhet. Sepse ende nuk i ka fëmijët në moshë për të ikur në emigrim. Siç prindërve të këtij vendi ikin çdo ditë në emigrim. E siç prindërve të këtij vendi i çahet zëmra e i lotojnë syt çdo ditë që fëmijët e tyre i largojnë nga vatra e tyre. Dhe kjo është e vërteta e madhe. Dhe për këtë kemi kaq vite që luftojmë. Dhe për këtë duhet reflektoj kushdo nga ata që deri tani ka bërë gabim dhe është rreshtuar me atë që këtij vendi i ka bërë kaq shumë dëm. Kjo është e vërteta. Ja ta shohim se më pëlqeu shumë kjo video që kishe bërë me këtë domatën, me vezën, me djathtin, ishte perlë, e shpjeguar shumë mirë. Ja shikoj, ja ta shohim tikun, jepi le ti. Ky është mëngjezi im sot. Shkova në market dhe bleva një kokër vezë në vlerën 33 lek. Një kokër domate në vlerën 110 lek. 60 gram djath të bardhë në vlerën 100 lek, si dhe 3 feta bukë për ta shoqëruar në vlerën 20 lek. Në total, mëngjezi im sot kushtoi 263 lek. Së ndryshe, në një muaj, vetëm për kostot e mëngjezit, më duhet të paguaj 7.800 lek. Referuar Instatit, familja mesatare shqiptare ka 3 pjesëtar, që do të thotë vetëm për të mbuluar shpenzimet e mëngjezit i duhen rreth 24.000 lek në muaj. Edi Rama erdhi në pushtet duke premtuar heqjen e 20% të TVSH-s për ushqimet e shportës. Ai gënjeu. Sot, për të ulur çmimet e ushqimeve të shportës, na duhet të stimulojmë prodhimin. Na duhet që lekët që vidhen përmes korrupsionit të zyrtarëve të lartë, t'i heqim prej tyre dhe t'i çojmë te fermeri, te blegtori, te peshkatari, te bletritësi dhe te prodhuesit e vegjël të këtij vendi. Këto janë të shtrinta. E vetë me gjë, Adriati që s'ka llogaritur këtu është që Instati, që me që ti e përmend atje, nuk llogarit të ardhurat të zezë. Asnjë nga ju nuk e llogarit gjë. Që është bubrimi ndërkohë. Asnjë nuk ka mundësi ta llogarisë atë, por ki një gjë parasysh. Bubrimin nuk e bën ajo shtresë e shoqërisë. Jo, ajo nuk bën gjë, ajo thjesht ajo e pëson. Ajo e pëson. Jo, e pëson në kuptimin që ajo merr në mënyrë indirekte diçka nga bubrimi. Gjëra shumë të vogla, sepse bubrimin e bëjnë ata ustavarët që janë drejtorë, që janë... Ore, jemi dakord, pra, po, arrin shpërndarë dhe bubrimin në një farë mënyre. Te ata arrin shumë pak. Po se ndryshe me 24.000 lekë, se të lutem, bëjnë të vjetra këto, se shqiptarët janë mësuar të flasin në të vjetra. 240.000 lekë, pra. Tani me 240.000 lekë. Të mëngjezi në muaj. Bravo. Tani një familje vllaz që ti e konsideron çfarë familje, se kjo s'është as e mesme. 3 veta, ajo është të mbijetoj, bukë djathtë e domate. Atëre, je dakord me mua që me 240.000 lekë të vjetra në muaj, në qoftë se ishte bubrimi, ata nuk do jetonin dot. Në fakt në mjerim jetojnë shumë. Arjan, nuk është realiteti ky që flitet në Tiranë këtu brenda unazës vogël. Jetojnë në mjerim një pjesë e madhe e popullsisë. Pyet mua që veten nëpër fshatra. Sigurisht jo të gjithë, po një pjesë e madhe e popullsisë është në vështirësi shumë. Janë prapë shumë pak ata, Dreti. Jo, nuk janë pak. Në fakt ata bubrojnë, se pjesa tjetër lart majmen. Nuk janë pak. Thjesht janë të pamundur. Në fakt ata bubrojnë dhe se pjesa tjetër lart majmen. Edhe kështu mund ta quajmë. Edhe kështu mund ta. Edhe kështu fatkeqësisht. Bëna i bubrima kur, se ndryshe nuk do ta dini dot Dreti tani. Ore, shembulli ishte brillante, i kishte bërë ti atje, ë? Një vezë domate, një copë djath. Megjithëse duhet të thënë që djathi është luks i madh, ë? Vetëm në Shqipëri djathi konsiderohet i shportës, dëgjoj. Po të vesh në Francë, e di sa francezë nuk kanë djath. Ta është tani. Ta kam seriozisht. Ti shek këtë. Po të beton, plus i bën dhe keq përshëndetje. Po bësh debat me mua për këtë gjë tani. Djathi ishte keq përshëndetje. Po lere atë më le. Dakor. Po le mo na vraf të djathi. Tani eci përpara. Se bukur ishte kjo na vraf djathi. Po ç'a djathi? Krahasoni mo djathin bazë tonin me 780 llojet e djathrave francez. Seriozisht e ke? Ka krahasova. Ta lutem tani, në Francë numri djathrave është më i madh se nuk e di se numri i fjalëve që përdor një politikan. Kanë shumë lloje. Të lutem tani. Po, dakord jam. Tani ne flasim për djath. Po janë të shtrenjtë, vetë aty dua të them. Po se kam fare më djathin kinez, fetë. Nuk e kam fare unë diskutimin që nuk janë të shtrenjtë. Ajo që po diskutoj është që duhet ketë një raport, pra kur marrim si referencë perëndimin, se mirë ta marrim, unë atë dua. Unë dua që ne si referencë Francën të marrim. Jo, po marrim Francën si referencë, jo. A mund ta marrim Francën si referencë për të gjitha? Jo. Pra mund ta marrim dhe për rrogat, mund ta marrim dhe për sigurimet, mund ta marrim dhe për qetësinë, mund ta marrim për të gjitha. Për qetësinë jo, ama se vetëm qetësi s'kam tani atje. Tani atje të kesh kujdes kur e zën rrugës.
Se të vjen pa pritur bap, nuk di se nga të vjen. Dëgjoj. Është rëndë situata, rëndë. Për pjesë e sigurisë e këto është rëndë këto A do më dëgjosh Të lutem se nuk është ky debati, më pëlqeu shumë video jote. Këshilla ime miqësore është të lutem bëhe me lekë të vjetra kur të flas. Të lutem. Thuaj intelektual nuk më shkon. E di, po thuaj 240.000 lekë të vjetra. Mjafton thuash të vjetra nga mbrapa, njerëzit Jam dakord me ty. mundesh, nëse mundesh, se 24.000 Nuk e kuptojnë efektin real. Fare, po se kupton realin në burr. Ndoshta. Më kupton realin, ishte perl ajo. Ishte perl shumë. Ky është realiteti. Po për shembull tani dëgjoj. Tani se Ka zgjedh vezën e zjerë, se Po si sajon, po në fshat ta them unë mos si sajon. Në fshat. dëgjoj është atlet jo. Urdhë? Ama ta bëj çu mua për çef. Ka zgjedhur vezën e zjerë, se e skuqura ka më shumë kosto. Ka më shumë kohë. Se shtohet vaj. Imagjino të shtosh edhe të skuqurën, që do jesh vaj ose gjalpe, Ka kupton? më shumë kosto, ka, e vërtet. Vetëm se dëgjoj, veza çuditërisht i Adriatik, duam është një nga ushqimet më të mira që mund të ekzistojë. Është e pakrahasueshme, është e pazvendësueshme vëllai. Ke parasysh njeriu kur zot haj shumë për shembull, mbi ta një vezë. Po. Është e lirë veza në Shqipëri. Nuk e di si është jashtë. Çmimi i vezës realisht. Ishte lirë veza. Realisht. 330 lekë. Unë kam një njeri që jeton në një fshat, s'po e them. Po. Bile emri mu të them, Gjevo quhet ai. Po. Ai Gjevo vjen këtu në Tiranë, furnizon me vezë kështu, vezë fshati që janë, Po. nuk janë këto të marketeve, Po. ke parasysh? Dhe i them për shembull, o Gjevo, më sill 30 vezë, Po. kur më mbarojnë. Mi sjell Gjevo mua, dhe i them o Gjevo, sa bëjnë, se nuk gjithmonë haroj. E më thotë Arian, bëjnë 9.000 lekë. Tani 30 vezë, 9.000 lekë. Ai sigurisht duke qenë se ai nuk e shet shumë dyqan. Mund ta marrim me radhë. Prit, ai e shet 9.000 lekë, në market mund të jenë më lirë ato. A mund ta marrim me radhë? Jo, 33 Janë më lirë, ma. Leva unë atë si më lirë. Sa? 330 lekë mu. Të vjetra. Të vjetra. Po janë shumë të një të vjetra, o plak. Po ja, po ta shpjegoj o burr. Ma thuaj, mirë. Për ty janë pak. Vetëm o thunë ze. Unë them dhe për njëri të thjesht janë pak. Edhe për mua si avokat Janë pak, po. Për atë invalidin në fshat, Prapë të lutem, invalidin. o të lutem, janë 126.000 qytetarë në këtë vend që kanë probleme shëndetësore të cilët nuk e përballojnë dot jetën me punë, mor zotri, nuk punojnë. 126.000 janë. 126.000 more. Ç'është kjo punë, mo, ç'është kjo pikë zë? Pse të More, arrit kaq po shumë? kështu ka çdo shoqëri, mo, ka një pjesë vulnerabël të saj që e ka të pamundur për shkak problemeve shëndetësore. Ore mendojeni gjën për te vetes, mor. Dhe ajo që të po të them është në fshat. Jam dakord. Arian, të lutem, në fshat, flas shumë seriozisht. Unë nuk po them këtu për avokat. Ai nuk është një shembull për mua. Unë e përballoj dhe me 500 lekë vezën. Në rregull? Qa. Apo nusja ime që është doktoresh. Unë po flas për popullatën. Tani, në popullatën tonë, kemi invalid në fshat. E di sa është pensioni i invaliditetit në fshat? Duhet të jetë një 30.000 lekë të vjetra, më duket mua apo 40. 87.000. Po që ka mirë. Si që ka mi? Që ka mirë. Ka mirë me atë që mendoj unë. 78.000 duen për të ngrënë vetëm atë mëngjesin modest që tregova unë. Në muaj, vetëm mëngjesin. Tani me 87.000 çdo bëjej. Çfarë do bëjmë ose ai s'punon dot, ti thuash je në fshat e do mbash pula. Po tani, o Adriatik, dëgjoj. Do mbash nuk duhet ta ul, keca. nuk duhet ta ul entuziazmin. Pse duhet të hash patjetër 3 vakte në ditë më burr? Po mirë më dakord për. Tani ma thua dot të gjë. Po mirë më mund ta zgjidhim atë. Unë njoh njerëz që kanë para pafund dhe mezi han një më burr. A do të bëjmë ne Ose 3 feta, jo ose 3 feta. Bëjmë. Po 3 feta bukë. Po kjo është dram. Më është dram, kjo më është dram. Edhe ajo 3 fetat e bukës, se unë sa hafare bukë në... Po, pa të kështë marrë, kështë nëzirë 2. E di pse e nëzora atë? E qatë dëmit bënë e 3 Di pse e nëzora atë? Sepse për shumë njërës në këtë vënd, buka është dhe gjellë, zotri. Buka është dhe vezë. Buka është dhe frut. Buka është dhe perime. Dhe po t'i vëshre në këtë vënd, po bujon e ka shpreje, nuk thot hajde të ushqemi, po thot hajde të ham bukë. Pse? Sepse varfëria në këtë vënd ndërbreza ka bërë që bukën ne ta njësoj me ushqimin, ta njësoj me mbijetesën, dhe ndaj kam vënë ato 3 bukat, se për shumë fëmijë të këtij vendi han vetëm bukë, han bukë me vaj, bukë me sheqer, bukë me ujë, bukë me papare. Me që more Francën. Ajo buka është shumë e rëndësishme, ndaj e kam vënë. Me që more Francën, po ti shohësh francezët çdo mëngjes në të gjithë Francën. Flas për francezët me origjinë nga Franca. Po. Dëgjoj, po ti shohësh çdo mëngjes, mëngjes paradiseve, ecin kështu, pra ecin në rrugë edhe ti shef një shkop të gjatë, që është buka, bageta, e ke parasysh? Bile shumë njerëz që s'vjen në Francë, nuk e njohin, thonë po këta çan këtë shkop që mbajnë në këtë, se nuk kuptojnë që është bukë. Edhe mban ata shkretët. Dhe po ti shohësh kur morën shpirtin. Prit, dhe kur vjen për shembull që dalin piknik ose që ikin në plazh kështu, nga që janë dhe kurnac nga natyra, se janë kurnac francezë, janë si Korçara, si Gjirokastritët, ke parasysh, nuk duan të shpenzojnë. Unë nuk e ndaj këtë mendim. Gjirokastritët janë njerëz shumë bujar. Mi Korçarët.
Dëgjoj. Që keme kërë qartë? Po bëj shakamur, po bëra shakamur është batut. Ej, dhe francezë shkret isha bëjnë, marrin një baget, vlla, Po? me pak gjallë, si gjallë me kanë të lirë, si gjallë me kanë të paparë, da? Po? Edhe me atë e shtynë, vlla. Ore të qesh, ore po të betohet, Ariani. E bëjnë sepse, dëgjoj, nuk po të betohem që nuk po talem, pra. Edhe janë njerëz që, shiko, që jo se s'kanë mundësi. Ore ju shion ajo gjë e thjeshtë më burr. Kur rrethuan Maria Antonetën, çfarë i thanë? Që populli s'ka bukur, edhe thashë jepni kruasan. Përgjigje? Jepni kruasan, po. Do me thënë, ti po më flet për një popull mua, që kur u qua në revolucion dikur, i thanë populli s'ka bukur, ajo i thosh jepni kruasan, këtë po bën dhe ti tani. O zotrie, di që është bageta... Ajo është austriake në fakt, s'kishte More faj. të lutem tani, bageta, ajo buka që thua ti, po shumica e popullsisë tonë nuk e ha dot atë bukën, se ajo është bukë e shtrenjtë. Edhe nuk i shijon, kjo është e bukur. Është e shtrenjtë, më është. As nuk i shijon. O tiku, as nuk i shijon, e kam provuar unë. Ose kanë ngrënë pa arritë shtëpi. Është e shtrenjtë, nuk e han dot. Realisht. Do me thënë, ti mirë bën që... Unë e kuptoj ironinë tënde. E di pse them, burr. Sepse ky realitet që jetojmë vetëm me ironi mund goditet. Më vjen shumë keq. Në fakt, dhe unë te videot e mia bëj ironi gjatë ditës. Edhe me atë garuzhen me na bëj ironi. Është shumë e bukur. Mua vjen keq që 2026 nuk të flasim akoma për të ngrënë bukë më burr. Ky është realitet. Kishim kaluar të momentin. Ky është realiteti more. Ore, ka shumë familje në këtë vend që nuk e njohin këtë realitet dhe unë gëzohem që është kështu për ato. Pse ti mendon që Spiropani nuk e di këtë realitet? E sa fushata ka bërë Elisa? Ti mendon që nuk i di ajo hallet e vërteta? Po mirë, seriozisht e ke që ma... Ta fut tani sepse me që ta futa Elisën këtu me që jemi te kjo çështje o burrë, ta heqim këtë pjesë, të kalojmë te pjesa tjetër. Nuk gjë me Elisën unë, seriozisht. Nuk është vajzë e keqe, është vajzë e mirë. Shikoti, është vajzë shumë e mirë. Nga ata që janë aty. Unë kam respekt shumë. Nga ata që janë aty. Sa i takon aspekti të menduarit, nuk ka krahasim me ata. Me çka kanë çuar aty. Po e di më. Ky është fakt. Ajo që po themi është tjetër gjë tani. Unë po flas për realitetin social të vendit. Unë nuk dua ta nxij vendin tim, më beso, jo. Sa herë takoj të huaj andej këteja, nuk merrem fare ti them nga këto gjëra. As nuk merrem më të flas as për Ramën fare, hiç, them ndonjë ide time, kaq. Pse? Nuk është qëllimi ta nxjim vendin ton, absolutisht jo. Por nëse ne nuk bëjmë evidentimin e saktë të problemit, diagnozën, pa diagnozat jetë e saktë. Nuk kupton, nuk e zgjidhim dot. Dhe e vërteta është, Arian, e vërteta është që çmimet e shportës në këtë vend janë shumë të larta. Unë kam bërë një tur për të vëzhguar çmimet e naftës në rajon, vajta në Kosovë, vajta në Maqedoni, dhe me radhë. Pash dhe ushqimet. Nuk bëra dot video për ushqimet për një arsye shumë të thjeshtë. Sepse kur krahasoja orizin apo makaronën, e me radhë, sigurisht që aty qenë më të lira. Qartë. Por nuk krahasoja dot markën, qenë marka të ndryshme. Qartë, sigurisht. Dhe duke qenë se nuk e bëje dot raportin e krahasimit me markën, me drejt njerëzit do thoshin, "Ova, po edhe në Shqipëri ka makarona të disa cilësive." Po e vërtetë është kjo. Dhe nuk e bëja dot, por e vërteta është që makaronat, orizi, vaj, e të gjitha djathi, Maqedonin, Kosovë, më të lira shumë. Janë, po patjetër. Po shumë, 30-40% më të lira. Po pse thon Majdoni dhe në Itali janë më të lira? Po pikërisht më këtë po them. Nuk diskutohet. Ndërkohë që po të krahasosh raportin e rrogave, rrogat tu janë shumë më të vogla. Po si janë bëjnë ta njerëz votë që s'kan. Vuajnë. Do thuash pse i votojnë, po sepse janë të marrë peng më. Nuk po jam nistojmë, po mundohem që të ndërgjegjsoj sa do mundem në këtë drejtim. E di më që është një luftë e vështirë. Ti mendon që unë nuk lodhem gjatë ditëve. Nuk ka momente që mërzitem. Unë mendoj këtë gjë, e di shumë mirë më. Ka më, po e di që është një luftë që duhet bërë. Se po nuk u bë, i bje që të ngelemi përgjithmonë në këtë lloj xhirimi. Po thua ti pretendon ta ndryshosh vetëm jo. Unë po bëj pjesën time. Ne, si lëvizje, po bëjmë pjesën tonë si intelektual. Dhe ti e di që unë jam dakord me ty. Po bëjmë sa mundemi. Modestisht. Dhe ti e ndoshta i vetmi, se unë më shumë këtë muhabet me zotin Qoris nuk mund ta bëj dot, sepse unë e di shumë mirë përgjigjen e tij dhe ai nga që ka ideologji tjetër, shumë ndryshe nga ty. Po nuk hahet ideologjia në fundit. E di. Ideologjia as nuk pi. Ajo që po të bëj pyetja që mund ta bëj ty është kjo, mund t'ja bëj dhe Agron Shehajt në fakt. Ose Ralph Kaprit. Ore mimo, një moment saktuar, nuk duhet të dëgjojmë ne ju asnjëherë, ju partitë e reja dhe që keni dhënë një lloj ngjyre në zgjedhjet e kaluara, nuk e di të shohim zgjedhjet e ardhshme. Nuk detyrosen asnjëherë ju për hallet e vërteta që kanë të pasurit. Hallet e mëdha që kanë, se ju vetëm flisni për hallet e varfër më atë. Jo, është e vërtet. Ke fol do njëri për hallet e pasurve, po të pasurve tamam. Shiko, kjo nuk është e vërtet. Lëvizja jon, po të shohësh programin dhe të shohësh dhe diskursin tim gjatë gjithë fushatës në meradhë, jemi absolutisht mos them të vetmit, po
Edhe të vetmi. Jo, mo ti në pushtet çdo bëje sot për këta të ashtu quajtur oligark, që për mua nuk janë oligark, janë klient. Çdo bëje ti sot për Unë këta? po të shpjegoj. Gje, ore, masa e parë, ma thua do ti kryeministë çfarë do bëje sot ti për 4, 5 apo 6 apo 10 oligark që ka Shqipëria, klient, oligarkët them unë, po klient ja. Ajo që do të them unë është çfarë do bërim ne për biznesin e vogël. Ja, shikon fajte prapë. Lutem, më lër, do vi me radhë, burr. Jo me radhë. Do vi me shkau. Ti ishe për të pasur. Do vi me shkau, mor burr. Po se s'kemi shumë kohë, Do do të bëjmë analizë pas ke koti, pa te ko me u marr me muhabet e kot, s'ke ko për këtë. Si më bëhet kot? Po, Ne më jemi fole marrë për- bëhet tamam. Më fole për Për kë? qalpi francez, mor. A bëre ti video me vezën me Po, këtë më lësh paketin ta të mbaroj. flasim, po. Për 125.000 bizneset të vogla dhe të mesme në Republikën e Shqipërisë, në programin tonë ne kemi pas vendosjen e tavanit për 200.000 euro në vit, që do të thotë, deri në vlerën 200.000 euro xhiro në vit, të gjitha këto bizneset do të përjashtoheshin nga çdo lloj tatimi, për të lejuar dhe krijuar mundësinë që të gjitha këto bizneset dhe këto familje të gjenerojnë të ardhura dhe të rrisin mirëqenien e tyre. Sa është Kryejmë aktualisht? shtresën e mesme. Sa është aktualisht? 80 më duket. Pastaj që është biznes i madh. Sa është More, aktualisht? atë po të them 200. Nësa ju shkua është 200, diferencë e madhe, ju po, shkua 200, dakor. sepse ka një marzh. Okej, kjo është për biznes e vogla dhe të mesme. Po, të vogla. Tani ikte të mëdhat, lutem, sepse duhet kalojmë çështje tjetër se më na mbaroi koha. Me të mëdhat ta them unë. Ne jemi një forcë e qendrës së djathtë. Prandaj, Forcë që besojmë te biznesi. Jemi një forcë që besojmë te bashkëpunimi me ekonominë, me rritjen e prodhimit. Ne nuk jemi që të mbajmë me lëmosh popullatën, po jemi që të investojmë dhe të subvencionojmë që të hapen vende pune për popullatën. Nëse je biznes i madh zotri, do duhet të tatohesh dhe të paguash për çdo cent që ti bën xhiro dhe të mos kapësh për shkak të monopoleve shoqërinë. E nëse vepron në këto kushte, do të kesh të gjithë lirinë për të vepruar në një treg të sigurt, të shëndosh, ku tatimet nuk të bie në qafë e ku qeveria kthehet në një garant të biznesit tënd. Por ti, për shkak të madhësisë që ke në treg, nuk mund të kthesh as në monopol, as në oligopol dhe as nuk mund të bësh kontrabandë. Okej. Dhe hapi i parë që do të bënin për bizneset e mëdha. Lehtësia fiskale e cila do Do të ishte lufta e madhe kundër kontrabandës që ndodh sot, dhe pasi të stabilizohej vendi dhe pasi të formalizohej në këtë drejtim, sigurisht që do të bëjë reprezalje ndaj kujdo tatimori që guxonte të kthente në gjobvënie uniformën e shtetit dhe ligjin në raport me çdo lloj. Adriatik e kuptova. Pra, lehtësia fiskale që do bëje ti po të ishe kryeminist, ndaj të ashtu quajtëve oligark, bizneset të mëdha. Nuk e njoh si koncept ata. Unë flas për biznesmen të ndershëm të këtij vendi. Po dhe unë po kush tha që janë të pandeshëm? Unë po flas për Ore, ata. flas për, ore, unë flas për Ai term ka konotacion. Por 5-6, po nuk e thash me oligark, e them thonjza unë. Ai term 5-6 bizneset më të mëdha në Shqipëri. duhet kalojnë Në disa sektor. duhet kalojnë të gjitha kontratat, ja ta them unë ty. Për bizneset më të mëdha të këtij. Lehtësia fiskale do bëje ti, pra cila Ajo do që po ishte? them për bizneset më të mëdha të këtij vendi, të cilat kanë marrëdhënie kontraktore me shtetin, e të cilat kanë marrë nga buxheti i shtetit, do duhet hynë në një filtr të verifikimit të gjithë parave që kanë marrë nga buxheti i shtetit, gjithë kontratave, gjithë koncesioneve, për të parë për secilin raport me ligjin. Çdo biznes që i ka hyrë 1 cent këtij vendi në hak, duhet të përgjigjet duke kthyer atë dhe duke mbajtur përgjegjësi të gjithë ata njerëz të cilët e kanë bërë këtë. Do bëje kështu, do bëje thuaje, do bëje auditi. Unë s'po të fola për auditin. Ne jemi duke folur. Unë thash çfarë lehtësie fiskale do i bëje më zotri, jo kontrolle. E shpjegova deri tani. Për biznesin e vogël, tavani do të qetë 200. Më lere tani, pse më bën tani? Unë Unë për- kupton. unë Unë po po ta flas për shpjegoj, biznesin e mo. madh tani ti prapa po. Po ta shpjegova Po pra. përgjigju për pyetjes. Mor zotri, ti e di në Shqipëri sot, të lutem, po pse kush e bën evazionin fiskal në Shqipëri? E bëjnë këta këtu poshtë që shesin akuore edhe shesin byreqe? Edhe ata e Do të drejta ti. Të gjithë- Jo, nuk e bëjnë ata. E, mirë. Se ndaj do ta çojmë 200.000 euro në vit, që ata të mos kenë nevojë që ta bëjnë. Ndaj do e çojmë. Tani e diti kush e bën? E bëjnë ata 15. Dhe ata të 15 që të kërkojnë të drejta si fillim, duhet mos e vjedhin buxhetin e këtij shteti, Ore, duhet kuptova mos bëjnë këto. evazion Ore, fiskal, kuptova duhet këto. mos bëjnë kontraband, Ore, duhet kuptova mos këto. marrin koncesionet pa. Ore, nuk i bëjnë gjitha Duhet mos këto. vjedhin pronat. E kuptova këto. Dhe po i bën këto, Po. do kenë mbështetje absolute çdo biznes i Po madh. çfarë pra konkretisht, ma thua dot? Që shteti nuk do t'u bjerë në qafë. Po, Kjo është mbështetje kjo. si çfarë? A keni për detyrë mos i Jo, bëni jo, qaf njerëz? është kështu. Jo, nuk është po u. Por në raport me sot, mor zotri. Jo, jo. Patjetër. Ej, Ti që ka kjo? ka të drejtë ti ku thot në Itali që ka 1.5 euro 6 vezë, në Shqipëri 2.5 euro. Po si s'kam të drejtë, pse do gënjej unë për vezën tani? Prandaj të lexova. Unë e kam me faturat. Prandaj të lexova më zotri. Më vjen keq tani. More, unë të falenderoj shumë për këtë bisedë. bisedë. Një domate 110 lek, po aq më që domate madhe, 1 kile është 3.000 lek, 300 lek. Jam dakord me ty. Qa- Kalote fabulat tjetër let jo. Go!